aty ku ka pos bedel Partia Demokratike ka hup e drejt morale e kryetarit Partisë Demokratike ka qenë me dhonë dërheqe. Po më shoj ki që e drica djetë i ku pak ma qështë. Ja po më bjesyve një drica djetë. Sot ju kemi ftu mas 3 fitoreve radhazi, fitores kombëtares Shqipëris, kundra Serbis, nga ka bo krenar, fitores tonë për drenosin kampion, dhe fitores se Kosovës në Suedi, ku i lodhën i këputën, dhe ja t'i jepja për kraje kombëtares tonë, dhe jam shumë i lumëtën që u këthym me një fitore të madhe e cila nga ka ofru shumë në botror. Në historitë të Kosovës, akoma nuk ka arrit kush një fitore si kur tonën, një fitore të madhe, një fitore të qytetarëve me zemër të madhe, kuna një partije të organizum e cila nga ka sulmu nërbrez në gjitha format, por na kemi rujt qetësin, e kemi bo fushatën me kultur, pa e ofendu kërkan, pa shok kërkan, pa e një los kërkan, pa audiencizimet preme e të pavreme, shtu që na jemi kanë në nivelin më të lartë detyres dhe me qytetar kampion e kemi korë një fitore shumë të madhe e cila besoj ka me disciplinu, jo veç Partinë Demokratike, udhëheqjen e Partisë Demokratike, po ka me disciplinu gjitha partitë në Kosovë. Ka ndodhë që na kanë na kanë thonë sikur na po flasim, po luftojmë, po punojmë kundër Partisë Demokratike. Nuk o kone e vërtet. Na kemi fol edhe kemi kritiku udhëheq caktum të Partisë Demokratike cilët kanë bo një punë jo të mirë, një punë të keqe. Na e këna sulmu udhëheqjen dhe bedel të saj, prandaj aty ku ka pos bedel Partia Demokratike ka hup. Aty ku i ka pos njerëz e mirë, sinqert, të pa korruptun, ka fitu. Ne do të punojmë sot, si që dini, do të shkojmë edhe simbolikisht në zyrat, zyrat të tona, kun nga ato zyra kemi korë fitoret një pasnishme për Partinë Demokratike. Ne do të shkojmë atje dhe do të shkojmë sa për ta qu amanetin në vend, nga aty do të nisëm në betejën e re për fitoret e reja të Partisë Demokratike aty ku është ballotazh. Bravo, bravo! Unë sigurisht që jam i gatshëm, jam ko i gatshëm, vazhdoj me qenë i gatshëm një ashtri dorën gjithë se cilit, që partia e liderve tonë, partia ndërtuese, shtet themeluese, partia e liris, me vazhdu me qenë parti, ashtu që shë kanë lonë lider tonë, jo ashtu që shë kanë vendos me udhëheq do lider të ri, cilët e kanë keq përdor ranë besimin e logos, besimin e qytetarëve kudo ku janë për krahas Partisë Demokratike. Do t'ja kthejmë dinitetin, kadal, sigurisht që do të njehim çdo procedurë e drejt morale e kryetarit Partisë Demokratike ka qenë me dhonë dërheqje. Më thanë që sot e ka pas një konferencë për shtyp, nuk e kum dëgju, sepse s'kum dëgju mëti as konferenca e as nuk kum pa televizion, sepse ju më kanë i koncentrum, i përqendrum në fitoren e madhe të cilën e banën qytetarët e Drenosit, e dëshmun dhe na do të vazhdojmë me fitore. Këtë fitore e dini që ja kemi dediku liderve tonë të luftës e të poqes, presidentit Thaçi, kryetarit Kadri Veseli, kryetarit Jakub Krasniqi, Regjës dhe të tjerve,
sepse ata e meritojnë unitetin edhe fitoren tonë. Fitoren Drenas. Unë bro, asë kum shku në pushime, sigurisht që kam nevoj, sepse 9 vjetë në qeverisje nuk kum shku në pushime, nëse kum shku në herë në Gjermani, në Australi, në Amerikë, apo vene tjera, kum shku gjithmonë, ose me detyra, ose me shku me bërcil kombëtaren tonë, si që kanë bërcil dhe disa antare të kryesisë Partisë Demokratike, para se më drejtu mu, këso kërkesa nëse ka mundësi që atje ma qetë ju kësha lutë, sepse i kem gazetarë të dhe nuk dëgjohet. Mja drejtu antarëve të vetë kush në kryesi se me qka shkojnë edhe që shkojnë. E keni po që kemi pos, do me onë, sulmet do t'i adresojmë gjitha, sulmet e paboza që në konë, do t'i adresojmë në institucionet tona të drejtësis, dhe ju e dini që kur as kum fol, as nuk foli, por do t'i adresoj sepse institucionet tona janë për qatë qishtje. Unë edhe njëherë ju falenderoj ta menagjojmë mire fort këtë fitore, me fitore tjera aty ku jem në balotaj në komunat ku është në balotaj Partia Demokratike e Kosovës. Falenderoj. Veç mos mi përzini krejt. Thash 9 vjetë s'kum shku në pushime. Nuk jum shku akoma, sikur do që i kanë humbë zedhet edhe kanë fluturu për deti. Edhe bajshin e gjym me shku në hog, me i po dikush edhe me mësulmu mu pëse që më shku. Unë i kum qu për fasus të mi, e kum pos mi gjenë Bucolin delegacion bashkë me Sabit Ladrosin, e kështu me rodhë, në Shqipëri do t'jem pjesë, sepse i kum organizu të pakten 4 autobusa, dhe me këtë rast juftoj kush i ka punë në pranten 10 ora nisën autobusat për stacionit autobusave për Tiranë juftoj me marë. Une personalisht nuk kam kur gjohë me zotin Krasnici. Ndërsa si institucion, si subjekt, si parti, kam shumë. Dhe jam i bindun që kam e marrë venin e meritun për ato që ka bo në Drenas. Sepse, ma mirë ish, na me i marrë 20.000 vota në Drenas, se sa me i marrë 13.000 në Drenas e 12.000 në Skenderaj. Kjo është ajo që krejt udhëheqja e Partisë Demokratike, gjithmonë kur thom krejt që ta 24 që jenë konë matë meqëm, edhe kanë që dorë kuna meje, edhe mi kanë dhonë durë të krejt shqiptarëve ku dënë botë. A i po thëtë që Drenosi nuk është temë nacionale, ndërson kuvend, po shkon po fletë për tema nacionale. Të më po fletë për audiencizime, të premet sakatume, edhe po pëthirë për kuvendit, pëthirë prokuror. O, prokuror t'i kom thirë mëti. Edhe të aj kam në shqipë. Me kanë gazetarë profesionist. Me janë gazetarë profesionist, sepse a i më ka njoft, edhe më ka dit, që deri sot, asë një betej njëtën tem nuk e kumë hu. Deri sot. E dyta, thash nuk e di qka ka full zoti Krasnici, më thanë që ka pos konferencë, por ja baj me dije, edhe ja kumë bo me dije, ka 4 vjetë që unë e kumë ullë vetë vendosje në Drenas, sepse njerëz të vetë vendosjes që kanë besu ndryshe nga qeverisja e Memli Krasnicit në qeverisjen time, me janë bashku prej kohësh. Pra, nga 5 asamblejist që i ka pos vetë vendosja prej kure ka fillu mandatin 2021,
ka përfundu me dy asamblejist, mos më onë 2 gjys, sepse ai gjysa u konë gjithmonë me mu, po me 3 asamblejist. Tjetra është se me që ata antor, ish antor të vendosjes, na i kemi mëri nivel qendror 19.614 vota dhe ai duhet me konë falenderus për çdo votë që e ka morë në drenas, sepse i kemi pos dikur 14.500, qofse dikush menon që ish antar të vetëvendosjes nuk duhet me na u bashku, nuk duhet me orë me vizionin tonë, në të shkon e të abar në i parti tjetër, sepse Partia Demokratike i pranon krejt antarët kujtë do që janë që i bashkan gjitet në vizionit dhe na jem ata që i pranojnë. E fundit e arrova nëse ma shkurtimisht ma tregon. A jeni pjesë e PD? Po provoj me fol Shqip, jo si në Shqipëri, po si në Kosovë, po thëm kam qenë, jam dhe mbes antarit devotshëm i disciplinun i Partisë Demokratike. Unë jëmë konë një pa disciplinun ndaj atyre që javë kena dhonë besimin, që javë këmë dhonë në vetë besimin dhe që e kanë keshpërdor lëgën e Partisë Demokratike. Ndaj partisë, ndaj institucionit që e këmë themelu vetë dhe ka dë të tilë që dolin e thojnë Bobes, hajde Bob t'i kalzoj megja, t'i kalzoj orat. Jo, sepse unë i kom mexat e orat janë të mijat, nuk janë tina. Kush do të me dhonë dërheqje, qoftë se lideri partisë merë përgjegjësinë, kur këmë thonën e ka shpërndo në 26 antarë të kryesisë nga 43, qoftë se aje merë përgjegjësinë e mbyllë për gjithë. Qoftë se merë përgjegjësinë, na do të njekim si mas statutit partisë, rregulloreve të partisë, do të kena kohë, sepse na jemi balotazh, nuk koncentrohem në këtë çështje derisa të përfundon balotazhin. Balotazh kush ku të mundet, ku na të mundet, mja qelë groben, sepse mu ma kanë qelë groben, e në grobë të em, jenë ro vetë, po edhe do të mirë jenë ro bashkë me ta. Kështu që në grobë kanë ro. Po më vetë, ku komunën shru, aty në shru nga kryetari komunës Drenosit, asë nuk shru nga aty kryetari për Dëkës, asë për Drenosin Kambion, po thetë kryetari komunës Drenosit. Në zyre nuk kanë me mëqit dokumenta me në nshkru, sepse une simbolikisht i habi zyrat, e habi zemrën, e jabi dorën, edhe pastaj është ndorën e tjetër kuj. Dërsa për hak, ju e dini që lider tonë kanë mosa, dhe në mosa unë jëmë koni i këmë vizitu gjithë. Nesër më leju, nesër shkojnë me vizitu, sepse ata janë misht mitë, misht gati 20 vite i bojmë bashk, kemi ecë bashk, 300 metra prej qytetit, kemi kryer aksionin e parë, bashk e kështu me radhë. Kush ka menu e kush menon që unë punoj kundra Hashim Thaqit, mos me thonë është ndryshe, aden është shumë i pameqëm, është shumë i padijshëm, edhe shumë i olt, sepse e ka përdor, ose e përdor emrin e tina për me godit poshtë, kur më godit mu e ka godit ato 2 herë ma shumë. Faleminderit. Hajde të funë. Ndihma jam do t'jetë pa kursyme në Mitrovic, sepse Arjoni e meriton mbështetjen, po është edhe vendlindja e kryetarit tem Kadri Veseli, por do të provoj të ndihmoj edhe mikut tem torve të para të ushtrisë ligjore të Kosovës dhe të organizimeve të hershme, zoti Sokol Bashota. Po edhe shumë. Une nuk e komoru akoma Samir Shtakun, jam shumë i lumëtën
që ku morë vota ma shumë në Drenas se ajnë Skenderaj ku s'ka posë kundër kandidatet e një, sepse e gjithë infrastruktura atyne me do generola, që janë ndru me do generola të Serbis të të do familje, kanë kanë luftu me mujt Ramiz Ladrovcin, me mbrojt për dykën për Ramiz Ladrovcit dhe me mbrojt u që kënë për themelusit soj, që jam une bashkë me Azem Sylen jena 2 themelusit e por të shtisë limtatë Kosovës këtë në Drenas. Une akoma urime prej Zotit Hajdari dhe as prej Zotit Krasniqi nuk u morë. Urimet në për media për mu janë të pavlershme, sepse na jem njerëzor dhe të pakten një SMS edhe një urim. Unë ku marë urime prej gjithë shqiptarve, ku do ku janë, mu i mirë tonë, prej të pakten 30 personaliteteve shumë transishme të shtetit shqiptar. Nja 30 prej Macedonis, e mos flasëm qindra mija mesaje prej Kosovës, prej Presheves, prej Molitzi, e kështu me radhë, dhe me thonë, kina marë mesaje qita ndej. Kjo marë mesaje prej politikanve kosovar, ku marë mesaje prej presidentes, prej ish krye parlamentarit, prej ministrave të ndryshëm, qeverive të ndryshme, prej ish krye ministrave, e kështu me radhë, dërsa prej 2 njerëzve, subjektit tem, që njoni u bo bedel, e tjetëri ke zbers, nuk u mora akuma. Vajte në frizeja se Dhe se për shkjelë qaj rrës. të tore në. Se ta një dhujnë. Mo, ik shu, se qytetore ta me Renault të shkjelë. A ka nëshu në i sen, pe i shkurtit, më smeton. Edhe pse o, nuk o, adem. Është emocion i veçan, pra e kemi rujtë qytetarin, nuk kemi orë këtë, dhe sot po vinë bashkë gjithë. Ashtë një gjosë kina vrejë, që shukonë. Hajde, shënjë në të ditë mëna. Mëstani që që këmë trajtu mirë, gjithë i trajte, ju du shumë. Prapë e dini ju. Vardojmë që unë ka me shku një intervjistë 10-15 janë në të shtatë. Për bolla analistave që janë konë kundërtarë të mitë në kërshon.
Agresif bak.